Një qytet si Shkodra që le të themi i rrudhi pak buzët kur fitoi Benet Beci, zgjedhjet se njerëzit besoj pyesnin njëri tjetrin, ashtu siç ka bërë gjithë Shqipëria kur fitoi Rama me kaq shumë, pyesnin gjithë njëri tjetrin këtë kush e votoi kaq shumë. Edhe në Shkodër duhet të ketë ndodhur kjo. Çfarë ndodh tani që Shkodra e sheh që ai është i çuar për gjykim? Shiko, në fakt nuk ka pas asnjëherë dyshim qytetarët shkodran e kanë ditë fare mirë se si u fituan thojza, apo si u grabit Bashkia e Shkodrës, nuk kanë pas asnjëherë dyshim pasi ka qenë në dritën e diellit përfshirja e Benet Becit, Eliza Spiropalit dhe direkt e kryeministrit Edi Rama në tjetërsimin e vullnetit të qytetarëve shkodran nëpërmjet përdorimit si të presionit të institucioneve shtetërore, premtimeve për punësime, përdorimit të parave të pista të trafiqeve të drogës e tjerë, përdorimit të krimit të organizuar haptazi në mes të ditës gjatë gjithë muajit elektoral, por dhe përpara, duke konkluduar me ato pamjet e turpshme të ditës së zgjedhjeve në 2023. Ardan Hoxha ka një teori, thotë që aty e tepruan ke marrja e Shkodrës, edhe ajo po i kthehet në një bumerang. Shiko, ka qenë një model i Edi Ramës, një modus operandi i të cilit tashmë ai nuk i shmanget dot. Ai ka ngrit këtë mënyrë funksionimi, ku përdoret krimi organizuar, parat e pista, institucione shtetërore, shteti total në zgjedhjet e çfarëdo lloji, si ato të përgjithshme, ashtu edhe ato lokale. Qytetarët kanë vujt presionin e atyre zgjedhjeve, ashtu siç e vujtën të njëjtin presion në zgjedhjet e kaluara të 11 majit 2025, ku çdo gjë bë tashmë doli nga lokalisht në Shkodër, doli në gjithë Shqipërinë. Zoti Spahia, shtabi elektoral i zotit Beci është arrestuar me njëherë pas zgjedhjeve, praktikisht i gjithi. Tani më është dërguar për gjykim i gjithë stafi administrativ i bashkisë bashkë me atë në krye. Patjetër. Çfarë ndodh me Bashkinë e Shkodrës? Cili është hapi tjetër? Shiko, tani çështja këtu nuk shtrohet më çështja ligjore, pasi rrugtimi ligjor ka ato kohët e veta dhe për dorëheqjes bëhet fjalë, besoj. Eksaktu desha të dënë. Çështja shtrohet tani më moralisht. Shiko, politika nuk ka vetëm çështjet e aspektit dhe detyrimeve ligjore, ka dhe detyrime madhore morale. Dhe në këtë aspekt është trisht të shikosh se si në këtë vend, nga kjo majorancë ka nëra praktikisht çdo normë morali. Këtu akuzohen njerëzit direkt, madje edhe me fakte, dalin dhe bëhen publike dhe përfshirjet e përfaqësuesve më të lartë të kësaj majorance, dhe askush nuk mban përgjegjësi qoftë edhe morale. Do duhet që në një rast të tillë minimalisht si detyrim moral dhe respekt ndaj qytetarëve të Shkodran në rastin konkret zoti Beci të jepej dorëheqje në mënyrë që të çlirohej ai koltuk, ajo karrige e kryetarit të bashkisë në mënyrë simbolike nga një person i akuzuar për korrupsion, për vjedhje, e thënë në Shqip, sepse është një dëm i madh që i bëhet institucionit të bashkisë Shkodër, pa folur pastaj edhe për problematikat